Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u përgjigj akuzave të opozitës dhe Sali Berishës për vjedhjen e zgjedhjeve përmes blerjes së votave, presionin ndaj administratës apo skemës si treni bullgar. Rama tha se Partia Demokratike jeton në një univers paralel ku sipas tij shohin vetëm zarfe që mësojnë nga tërkatër anët e trena bullgar. Mëtej ai cilësoi rivalet e Partisë Socialiste si humbës kronik që nuk pranojnë realitetin. Ata janë futur prej vitesh në spiralen e një lufte absurde me faktet dhe jetojnë në një univers paralel ku Shqipëria që përparon është thjesht propagandë, shumica e shqiptarëve janë të blerë, ndërsa ndërkombëtarët janë pothuajse të gjithë të shitur, vendin e drejton krimi, ndërsa zhvillimin e financon droga. Rama paralajmëroi dhe lëvizjen në udhëheqjen e Partisë Socialiste dhe në qeveri. Fitoret na duhen për të përmbushur misionin historik që kemi, për të ndryshuar përgjithënjë Shqipërinë, duke zhvilluar ekonominë, garantuar drejtësinë, përmirësuar arsimin dhe shëndetësinë, forcuar sigurinë, rritur reputacionin ndërkombëtar, tadheu ton dhe bërë histori me antarësimin e vendit ton në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama nga Pallati i Brigadave lidhur me konstatimet për procesin zgjedhor, reagoi dhe drejtuesja politike e Partisë Demokratike për diasporën Josefina Topalli. Përmes një postimi të publikuar në rrjetet sociale, Topalli kritikoi procesin e votimit me postë duke akuzuar qeverinë dhe Partinë Socialiste për manipulim masiv të votës së diasporës. Kemi hyrë në epokën e mrekullive elektorale, shkruan Topalli duke ironizuar rezultatin. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Për të 22 erë dështon konstituimi i Kuvendit të Kosovës, lëvizja vetëvendosje synoi krimin një komisioni ad hoc për votim të fshehtë. Kryesuesi i seancës Avni Dari kërkoi nga PDK Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ritëm e Kosovës, Nisma dhe Lista Serbe që të bëjnë propozimet e kandidatëve të tyre për komision, por këto parti nuk pranuan dhe nuk morën pjesë në votim. Nga 109 deputetë të pranishëm në seancë, 54 votuan pro, 1 kundër dhe 1 abstenim. Seanca e radhës është në 29 maj në orën 11. Vetëvendosja fton nismën në qeveri dhe në parlament. Ministra e Drejtësisë Albulena Xhiu, kandidate për kryetare e Kuvendit, thotë se diskutimet me këtë grupim vazhdojnë dhe urojnë të përmbyllen sa më shpejt. Ne po ashtu kemi theksuar që i shohim si partner tanë, për këtë ka pasur disa takime siç ka njoftuar edhe kryeministri Kurti. Diskutimet vazhdojnë për këtë qëllim dhe urojmë që sa më parë të përmbyllen, por para qeverisë është Kuvendi. Pra është jashtëzakonisht e rëndësishme që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës. Kemi shumë punë për të bërë. Ajo bëri sërish thirrje të gjithë deputetëve të Kuvendit që të marrin pjesë në votimin e komisionit për votim të fshehtë. Të drejtën për të propozuar kandidatin për kryetar të Kuvendit e ka lëvizja vetëvendosje. Deputetët të marrin pjesë në votim, pra të votojnë komisionin për votimin e fshehtë, qoftë për, qoftë kundër, qoftë të abstenojnë, por jo që të vinë në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe të mos marrin fare pjesë në votim. Kryetari i Nismës Fatmir Limaj mon bashkëpunimin me vetëvendosjen. Sipas tij, vetëm mundësi bashkëpunimi do të ishte në nivel parlamentar. Bashkëpunimi i Nismës do në nivel parlamentar. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, pas dështimit të seancës së 22 konstituive, tha se partia që ai drejton ka ofruar alternativa për dalje nga situata, por sipas tij vetëvendosja nuk pranon. Duhet marrëveshje politike, e kuptoni, s'është procedurale. Procedura po përdoret për të komplikuar dhe për shpërfaqjen e betejë artificiale. Kush i ka fajt e kush s'e ka fajt. E vërteta është e vetme dhe është e thjeshtë, i kik 48 deputet. Edhe në çfarë fuqie politike është mi pas 48 deputet. Dhe nuk i në gjendje me ul me dikën, me bos zgjidhje për me bos shumicë dhe thua që kjo s'është urgjencë, kjo tregon qartë se çfarë gjendje jemi. Prandaj mos prit deri te kësaj magjisë se s'mund të bëj gjë të tilla. Abdigjiku gjithashtu u shpreh se takimet e tij të shpeshta me Fatmir Limajn janë miqësore dhe nuk lidhen me çështjet parlamentare. Ai shtoi se do të ketë diskutime për bashkëpunime, sidomos për zgjedhjet lokale që po afrohen, por theksoi se zgjidhja në Kuvend është e pamundur nëse partia kryesore nuk tregon vullnet për zgjidhje. Flasim për shumë çështje të bashkëpunimit, po afron zgjedhje lokale. Shqipëria LDK-ja është duke marrë me zgjedhje lokale tani. Nuk mund të bëjmë zgjedhje në një parlament ku partia parë me 48 deputet nuk do të bëjë zgjedhje, nuk do të lëviz, nuk do të bëjë kompromis, edhe insiston në vazhdimsi të krijojë ambiente të tilla sir. Deputeti e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, pas dështimit të seancës konstituive kërkoi nga vetëvendosje që të reflektojë. Sipas saj, bllokada e institucioneve ka emrin Albin Kurti dhe Albulena Xhiu.
Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.